Dasma që u mbajt sekret, por jo më. Eronita trazon rrjetin me pamje të papublikuara me Bleron. Kur menduam se gjithçka nga dasma e tyre ishte parë, Eronita, bashkëshortja e këngëtarit të njohur Blero, ka vendosur të befasoj publikun në mënyrën më emocionale të mundshme. Me një postim të fundit në Instagram, ajo ka ndarë pamje të papublikuara më parë nga dasma e tyre, duke rikthyer në vëmendje një nga eventet më të përfolura të showbizit shqiptar. Fotot dhe videot e publikuara zbulojnë momente intime dhe plot ndjenje, ku çifti shfaqet i lumtur, i qeshur dhe i përqafuar, larg çdo filtri artificial. Ajo që bie menjëherë në sy është vallëzimi i tyre, një moment magjik që reflekton dashuri, harmoni dhe lidhjen e fortë mes Eronitës dhe Bleros. Me shikime të ëmbla dhe lëvizje plot emocion, çifti duket se po jeton çdo sekondë të asaj nate të paharrueshme. Ky publikim ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë shpërthyer me komente pozitive, zemra dhe fjalë admirimi. Shumë prej tyre e kanë cilësuar këtë postim si një dëshmi të pastër dashurie, duke theksuar se pamjet flasin vetë për lumturinë e çiftit. Eronita, e cila zakonisht ruan një profil më të qetë në publik, duket se ka zgjedhur pikërisht këtë moment për të ndarë me ndjekësit një copës nga jeta e saj private, duke treguar se pas titujve dhe thashethemeve, ekziston një histori reale ndjenjash. Pa zhurmë, pa bujë, vetëm emocione të vërteta, ky postim ka rikthyer vëmendjen te dashuria e tyre dhe ka provuar se disa histori bëhen edhe më të bukura me kalimin e kohës. Një kujtim i artë që tani është ndarë me publikun, por që mbetet i paharrueshëm për ta.